Po, mendoj që gabimi ka qenë që në start me njëherë pas zgjedhjeve të dhjetorit të vitit kaluar, kur Zoti Abdigjiku kishte ofruar ndërheqje, po pastaj pat një tërheqje përmes një inxhinieringut brendshëm u sigurua që të mbetet. Ai shku në një kuvend dhe ai pa kundër kandidati fitoi dikon 52%, 53%, që ishte një fitore Piros, sepse zakonisht udhëheqësit e partive, situata tilla do duhej që ta kishin përkrahjen në një numër shumë të madh të përfaqësuesve të partisë. Mendoj që kjo ka mujtë me qenë një farë fillimi i këtyre trazirave, nëse mund të them kështu, pak nacive. Pastaj zgjedhjet e radhës, cilat vetë se rezultati nuk është që ishte diçka më e mirë, sado që pritjet ishin shumë të larta, edhe për shkak të katapultimit të zonës Osmani në kryet listës së Lidhjes Demokratike, dhe është shumë normale. Megjithatë, profesor, as në PDK nuk është se pati ndonjë ngritje. Tash dalëm të PDK-ja, veç ta përfundojna me LDK. Por pse po shpërfaqen më shumë këtu në farforme këtu trazira, këtu përçarje pikërisht në LDK? Është në kontekst krejt tjetër në PDK, edhe për shkak të atyre dy njerëzve më kryesor të partisë që nuk ndodhen në Prishtinë, dhe Partia Demokratike është pak a shumë pritje verdiktit për ta, dhe ka një farë pritje sado që edhe atje është duke u zirë për branda, por se duke prit në një farë mënyrë verdiktin, dhe ta kanë gjetë një farë modus vivendi, cili ato po funksionon, por te Lidhja Demokratike është diçka tjetër. Pakënaqësia për shkak të rezultateve të zgjedhjeve është gjëja më legjitime që ndodh te partitë normale. Kur s'ka rezultate, ka pakënaqësi. Kur s'ka rezultate, ka përgjegjësi. Sikur Lidhja Demokratike të kishte pas rezultate të mira, atëherë kredenciale do t'i kishte marrë kjo udhëheqësi. Dhe tash ata duhet me qenë të gatshëm u përball edhe me këto kritika, dhe unë e pash dje atë përgjigjen të shpejtë që e bori Zoti Abdigjiku, e cila vërtet në farë mënyrë më bëni me kuptu edhe më shumë që Zoti Abdigjiku nuk është një lider i mirëfillt, sepse nuk ishte desh ashtu me reagua. Mendoj që ai ishte desh të ketë mënyrë tjetër me reagua, dhe vrejtjet e partive, sado që ato kanë mujtë më bo edhe ka dhe strukturave qendrore, po edhe strukturat komunale janë struktura legale. Megjithatë ai nuk ishte desh në atë mënyrë me reagu ndaj tyre, pastaj me kundër sulme, me kërkue ndërheqje prej tyre, prej dy komunave, të cilat deshëm apo s'deshëm i kanë fituar zgjedhjet në ato komuna që disa mandate, dhe megjithatë janë prej bastioneve të partisë të Lidhjes Demokratike, po mbi gjitha ata edhe e kanë përkrahur Zotin Abdigjiku edhe kur ka ardhur. Kështu që kjo është një shenjë keqe, që Lidhja Demokratike është në hallet mëdha, dhe nëse këta nuk arrijnë me i kanalizue këto dallime që i kanë, druaj që do të kemë një situatë ku qëndrimi i dy bloqeve, apo tri bloqeve, sepse është edhe pikë pyetje, do të jetë i pamundshëm brenda Lidhjes Demokratike. Profesor, ju si e pat një farë